Ish kryeministri i vendit, sot kreu i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, është thirrur në SPAK për çështjen e 21 janarit, një nga dosjet më të bujshme që po heton SPAK. Ne kemi diskutuar me 10 herë dhe do t'i rikthehemi pikërisht kësaj dosje për të diskutuar dhe për të dhënë detaje të tjera. Kam kënaqësinë të kem në studio ish prokurorin, sot avokat zotin Ervin Karanja. Përshëndetje. Përshëndetje, Fiore. Gjithashtu në një lidhje direkte do të kem zotin Fatos Mamutaj, gazetar. Përshëndetje, kënaqësi. Përshëndetje. Bashkë me ne do t'jetë edhe analisti i njohur Ilir Demalia. Faleminderit, përshëndetje. Do ta nisim bashkë, avokat, ju keni qenë prokurori i çështjes së 21 janarit, jeni shprehur shpesh herë në lidhje me këtë çështje. Sot vjen lajmi që në SPAK të premten do të paraqitet Sali Berisha, një nga emrat më të artikuluar për sa i përket 21 janarit. Fjorit, saksojmë diçka, unë kam qenë prokurori çështjes së 21 janarit për rreth 20 ditë. Me urdhër të ish prokurorës përgjithshme Ina Rama, kam qenë të çështja 21 janarit, po ja marr me protestuesët, pra me protestën, por me vrasjet ja marr patën veprimet kryesore që kanë marrë, madje edhe me Fatosin që e kemi në linjë, ka pas kontakte, domethënë, për rastin e 21 janarit. Tani duhet kemi parasysh që kjo është një çështje e ndjeshme, kanë ardhur pasoja, dhe emrat që përmenin dhe flasin janë fakte, janë çështje fakti, domethënë, që i kthehemi her mas here, neve tregojmë popullit shqiptar ato që ka ndodhur. Tani, në çështjen e 21 janarit ne konstatojmë shkelje të procedurës. Ç'kuptojmë shkelje të procedurës? Zyrtarët e lartë duhet ishin hetuar që në 21 janar të vitit 2011 duhet ishin hetuar nga Prokuroria e Përgjithshme, sepse për të hetuar zyrtarët e lartë në bazë të ligjit të kohës dhe konkretisht në 141 të Kushtetutës, hetimi i zyrtarëve të lartë ka qenë detyrë e prokurorit të përgjithshëm Ina Rama, e cila nuk ka bërë detyrën e saj. Tani sot jemi me një situatë mas 15 vjetësh. Tani, a duket normale të pyetesh një dëshmitar për një ngjarje për një ngjarje të ndodhur para 15 vjetësh? Normal që jo. Pra këto duhet ishin bërë në kohën kur ishin për bërë. Megjithatë, kemi një vendim gjykatës lartë, kemi një vendim të gjykatës së Strasburgut që thotë duhet të hetohen zyrtarët e lartë dhe SPAK nguroi fillimisht. Po, edhe nga ana e SPAK-ut është nguruar, fillimisht që është kompetente Prokuroria e Tiranës, por si rregull, siç po veprohet dhe sot, sepse duhet kemi parasysh kush është ndryshimi kushtetues. Më përpara, zyrtarët e lartë jetonte prokurori i përgjithshëm, mbas në 141, sepse gjykata e lartë kishte jurisdiksion fillestar. Pra, domethënë shkote vetëm çështje në gjykatë lartë dhe s'kishte gjykatë tjetër. Kurse sot i ka SPAK-u. Pra, këto që po shkojnë SPAK, domethënë si me mos me bë SPAK-u detyrën sot, kjo ka ndodhur atëherë. Shikoj që janë bërë shumë veprime hedimore. Domethënë është pyetur ish ministri i brendshëm Lulzim Basha, është pyetur Sali Berisha nga çka kemi nga do të paraqitet premten. Do paraqitet premten. Çfarë kemi dëgjuar nëpër media, do thritet ish prokurore e përgjithshme Ina Rama që të deklarojë për ngjarjen, do thritet ish presidenti Bamir Topi, janë emra të cilët domethënë ne kemi dëgjuar nëpër media. Edhe deklarata e gazetarëve. Ju jeni i gatshëm të shkoni të dëshmoni nëse të rriteni për pjesën e hetimit që ka ndodhur? Por çfarë kam djeni, unë jam i gatshëm, jam i hapur, tregojmë çfarë kam për të thonë, domethënë nuk kam një problem. Sipas jush, përpara se të kaloj tek Fatosi, ku ka çeduar hetimi aso koha? Hetimi është shkaqe procedurale. Pra, domethënë nuk është hetuar nga prokurori i përgjithshëm, duhet ishin kryer veprimet. Sepse domethënë procedurale s'ka pas vullnet me të humor burr, ka qenë paralizum, çan këto me procedura. S'ka pas vullnet, s'ka vullnet. Pak volum në studio. E saktë është ajo, por prokurori duhet ta regjistrojë procedimin, t'i vejë numër procedimi dhe të marrë shënim që s'duat ta bëj. Në rregull? Prandaj duhet ta regjistrojë çështjen, se s'ka si të justifikohet, të mos justifikohet çështje fare, kupton? Tani. Jam dakord me. Duhet kishte regjistruar çështje, nuk ka regjistruar fare, pse duhet e kisha marrë përsipër, s'bohen veprimet. Unë nuk e di si janë ligjet, po që këtu ajo prokurore duhet marrë përgjegjësi. Po të marrë përgjegjësi e penale apo ku e diun? Këtu. Atëherë për ta shpjeguar edhe për teleshikuesit. Jemi te ish krye prokuroria. Tani mu më lind dyshimi se kjo gjë është bërë me qëllim. Pse është bërë me qëllim tash? Se po diskutojmë.
E njëjta çështje për procedurë ka edhe për çështjen Durrës Kukës. Pra po të keni parasysh çështja hetimi çështjes Durrës Kukës për procedurë, po. Për koincidencë kam qenë prokurori çështjes Durrës Kukës, që e kam hetuar, dhe kjo çështje ka dalë jashtë afatit për procedurë. Pra këtu kemi dhe çuditërisht është i njëjti ministër. Lulzim Basha është shpëtuar te çështja Durrës Kukës për procedurë dhe këtu nuk është hetuar prapë çështja për procedurë. Dhe këtu lind dyshimi që ore, që janë këto shkaje, sepse vetëm për pavësi nuk mund të diskutojmë këtu, Fjori. Këtu për pavësi nuk po të diskutojmë. Dhe po të kemi parasysh, retorika e ngritur politike nda Ina Ramës atëherë nga Partia Demokratike ka qenë shumë e ashpër. Ndërkohë, Partia Demokratike e emron Ina Ramën në KPA. Me votat e Partisë Demokratike, kalon bëhet antare kolegjit posaçëm të apelimit. Sepse po të kishte vënë veton, Partia Demokratike nuk kalonte. Çka tregon? Që kemi të bëjmë me një fake, pra me një situatë publike, domethënë që sigurosh konfliktina, ndërkohë që Ina Rama ka shkatruar dosjen Durrës Kukës, nuk ka kryer, s'ka regjistruar çështjen për 21 janarin dhe shpërblehet në KPA në këtë detyrë. Mos harrojmë që Ina Rama ka edhe çështje tjera që ka pushuar, është çështje Kosta Trebisës, po të kemi parasysh që e trajtoi si aksident, ka edhe shumë çështje tjera që nuk po i përmend. Tani dalim tek veprimet hetimore shumë. Ore në tim deskamor Ina Rama kështu se thuti. Si? Po, atëre ka fjalën Iliri dhe më pas e vijojmë sepse dua të pyes pak dhe Fatosin. Po. Ky thaca gjona që domethënë bëjnë mua rrjedhë me këtë vërtet. Problemi është që me këto që tha Ina Rama duhet merret procedim për mosbatim të ligjeve dhe për thyrje të ligjeve. Nuk e di si janë ligjet, po në gjithë botën domethënë. Një prokuror që nuk merr çështje, nuk ka çështje, mbyll çështje, nuk regjistron çështje. Ky është prokuror që lun rolin e avokatit për krimin, nuk është prokuror. Dhe kjo ka ndodhur në Shqipëri. Dhe pra ne jemi këtë gjendje sot dhe unë nuk besoj që do të vendoset më drejtësi. Në anën tjetër, Berisha mas 15 vjetësh thirret për të dëshmuar. Ç'të dëshmojmë? Ç'të dëshmoj? Ai ka dalë me zot figurë që do t'ju vras. Ju ka drejtuar ti Ramës do të vras, mos guxo të afrohesh se do të vras me snajper. Pra, në një kohë që majmë rënë Belin dhe të tjerë, ato fuzin të tjerë në burg, se prishin provat, ky njeri ka 15 vjet që bllokon, prish provat, shkatërron provat dhe tash tallen me njerëzin që do t'japin drejtësi. Po këtu është veç durët në kokë, po çfarë spaku është ky? Spaku duket haptas që është një pjesë e mirë, spaku i shërben Sali Berishës. Sepse nuk ka balans në ndëshkim. Pra, e kam thënë dhe herë të tjera, njeri që ka bërë vrasje, nuk mund të falet kurrë. Dhe ai duhet të jetë primar në hetim. Ai është jurist, ka qenë prokuror, le të thotë ai është kështu apo s'është kështu. Zoti prokuror, nëse se ti do të kesh dy çështje, një vrasje dhe një vjedhje, këtë do të ndjekësh në prioritet. Zoti prokuror, përpara se të ish prokuror, po. Pyetje. Gjithmonë dihet që veprat penale të krimit ndaj jetës dhe shëndetit janë prioritare, sepse pasuria kthehet, po jeta s'kthehet më. Faleminderit. Pra nuk kemi një vajzë, një vrasje, ju përmendët Kosta Trebickën, kemi 21 janarin, kemi Gërdecin, e kemi tjera që ka aludime. Pra, këtu është bë mullar, zotni. Këtu është bë mullar, pra ne unë nuk besoj më aske spaku, aske ashtu sepse nuk ka predispozicion. Janë çështje shumë zeta Gërdeci dhe vrasjet e 21 janarit, sa ta ktheu gjykata Strasburgut, se ti e kalove. Tash mos na bëjmë me qesh pa i zotin, se është qesharake kjo punë. Të pyes pak Fatosin. Fatos, si e pritët ju lajmin kur mësuat se zoti Berisha është thirrur në SPAK pikërisht për dosjen e 21 janarit, pak ditë më parë ishte dhe ish ministri i Brendshëm zoti Lulzim Basha? Atëherë, kemi dy momente tani që duhet që t'i shikojmë ndaras. Zoti Basha, i cili ka shprehur vullnetin prej momentit kur pati ato problemet politike me zotin Berisha, e ka shprehur gjithmonë vullnetin për të qenë në SPAK dhe sapo u thrit shkoi në SPAK.
Dhe kemi zotin Berisha i cili vazhdon të luaj atë ping-pongun e tij që ka bërë gjithmonë, u njoftua, s'u njoftua, e mori njoftimin, se mori njoftimin, i ka dhënë njoftim, si ka dhënë njoftim. Tani, dje njoftimi atij ju dha zyrtarisht nëpërmjet mediave. Pra, le të themi që u bë publikisht, jo zyrtarisht. Pra, mori një njoftim publik. Dhe ta shikojmë sa do ta respektoj këtë njoftimin e tij. Por, mendoj që, domethënë, kjo gjë e cila ndodh sot duhet kishte ndodhur direkt në natën e 21 janarit të 2011-s. Atë që thate ish prokurori. Kishte ndodhur që përpara afërsisht 15 vjetësh. Po, unë do përpiqem me pak fjalë të shpjegoj pak situatën, çfarë ndodhi pas 21 janarit. Atëherë, sepse duke qenë dhe vetë një nga viktimat, isha le të themi i përfshirë, i interesuar për zbardhjen e kësaj çështje. Në ditën, pra në darkën që pasoi 21 janarit, në natën që pasoi 21 janarit dhe në ditët në vazhdim, neve kemi pasur një lloj angazhimi total të gjithë institucioneve shtetërore për fshehjen, zhdukjen e provave, kuptohet, materiale dhe shkencore, si dhe le të themi largimin e dëshmitarëve. Pra, largimin e dëshmitarëve nga çështja. Një pjesë të madhe të plagosurve dhe të rrahurve nga policia, ose u mbajtën në qeli dhe nuk u liruan pa i mbushur 3 ditë, domethënë me presion, me dhunë, me që të mos jepnin dëshmitë për 21 janarin. Ndërkohë kemi dhe pjesë më të madhe të plagosurve të cilëve në një farmase ju hapën kufi toksor të Shqipërisë për të ikur jashtë shtetit. Pra, spitalet, qoftë spitalet e Tiranës, pra flasim spitalet, flasim në Terezën dhe ish Kushtarakun, nuk ekziston akoma apo jo sot. Pra, kemi 2 spitalet e Tiranës dhe kemi 10 spitale të tjerë të qyteteve të tjera, ju bënin me dije njerëzve që të largoheshin. Pra, ik nga Shqipëria, kuro jashtë, kuro në Kosovë, kuro në Maltëzi, shko në Greqi, shko në Maqedoni, pra njerëzit ikën edhe deri në Itali. Pra, në spitalet e vendeve tjera, vetëm për të ikur, për t'i larguar. Pra, kemi një manipulim masiv të provave. Pastaj, pas 2 apo 3 ditësh, sepse unë ndoqja në vazhdimsi këtë çështje, 21 janari ishte ditë e premte, le të themi kishim fundjavën përpara, në ditën e shtunë ish kryeprokurorja pati një konferencë për mediat rreth orës 14 mos gaboj, 13 apo 14, dhe në konferencën për mediat njoftoi dhe tha që neve tha kemi nisur një hetim, tha, po presim ta bashkëpunimin me institucionet e tjera shtetërore, të cilat na vënë në dispozicion ato provat e tyre dhe tjera. Kemi ngritur një grup pune për këtë. Dhe ky grupi punës, domethënë, vazhdoi në terren ditën e diel, pra le të themi në datën 23 janar, dhe pastaj ditët e tjera, po gjithsesi ky grupi punës i prokurorëve, ishin dhe kolegët e zotit Karanja aty, domethënë unë i njoh personalisht sepse gati rreth 12 vjet kam punuar gazetar i kronikës së gjyqësorit. Dhe i pash prokurorët dhe prokurorët, pra grupi prokurorëve, ishin, ta themi troç, të terrorizuar. Nuk guxonin të afroheshin te kangjëllat e kryeministrisë, ku gëzhojat, megjithëse ishin pastruar 2-3 ditë me radhë, aty gjeje pafund gëzhoja, gjeje pafund le të themi predha nëpër kangjëllat e kryeministrisë, gjeje pafund nëpër trumbun e pemëve, domethënë tek njëra nga ato pemë ku unë jam plagosur dhe Kurandeda, ndjerë Kurandeda është vrarë. Pra, të gjitha provat ishin aty. Dhe çfarë bë prokurorët? Kanë marrë, jo, nuk arrinin t'i merrnin se si lejon ushtarët e gardës, pra i kanë parë vetëm me sytë e mi që ushtarët e gardës ju bërtisnin prokurorëve, i shanin, i fyenin dhe largoheshin prokurorët, domethënë prokurorët ishin le të themi në rolin e një lypari. E kemi këtu prokurorin. Çfarë ka ndodhur aso kohë? Zoti Karanja nuk ka qenë në këtë moment. Gjithsesi, kolegët e tij kanë qenë aty. Çfarë dëshmojnë kolegët? Tani që me që është një nga protagonistët e asaj ngjarjeje, për sa i përket hetimit. Prova që kanë mbledhur prokurorët kanë qenë predhat dhe gëzhojat të cilat, domethënë shenjat e predhave që ndodheshin tek kullat binjake, pra i kanë mbledhur në ambiente private.